saygıdeğer protokol üyeleri, kıymetli iş insanları, değerli misafirler, Kosova'nın kalbi, kültürün ve ticaretin buluştuğu şehir Prizren'de köklü bir geçmişin, güçlü bir dayanışmanın ve ortak başarının 32. yılının birlikte kutlamanın gururunu yaşıyoruz. 1994 yılında zorlukların ve belirsizliklerin olduğu bir dönemde birlik olmak, güçlenmek ve birbirine destek olmak amacıyla kurulan Esnaf ve İş İnsanları Derneği, bugün Kosova'nın en saygın ve en kurumsal iş dünyasının platformlarından bir haline gelmiştir. Sot jemi këtu për të ndarë krenarin e një 82 vjeçari pune, përpjekjeje dhe suksesi të ndërtuar mbi themelet e forta të vendosura në vitin 1994. Ne jemi përfaqësues të një komuniteti që e di çfarë do të thotë të prodhosh, që merr përsipër rrezikun, krijon punësim dhe mban mbi super barën e ekonomisë së këtij vendi. Të nderuar të pranishëm, bota e biznesit dhe e esnafit nuk është vetëm tregti, është shtyllë e shoqërisë, nga shëndetësia të arsimin, nga jeta sociale të solidaritetin, ne jemi një strukturë që mban gjallë komunitetin dhe i jep vlerë shtetit tonë. Të falenderoj të gjithë anëtarëve të stafit, se arritjet tona që kemi arritjeri këtu, edhe financiarisht, por edhe me mbështetje, në ka ndihmu esnafi. Esnaf deyince ticari anlamda baktığımızda küçük işletme demek, kendi el eliyle iş yapan ve kendi alın teriyle kazanç elde eden bir kelime olarak, ticari olarak öyle bilinir. Artık küçük esnaf değil, artık fabrika sahipleri, büyük işletmeler, büyük çapta ticaret yapan işletmeler haline geleceğiz. Jo vetëm si njëri nga pjesëmarrësit e këtij eventi, por si njëri nga përfituesit e një prej programeve mendoj më të vlefshme që ka organizuar shoqata Esnaf. Do të thonë ishte viti 2022, atëherë unë kam qenë specializant i ri i ortopedisë, kur kam marrë pjesë në një trajnim 6 javor të organizuar nga Esnafi, dhe sot mund të me bindje të plotë se kjo përvojë ka qenë ndoshta një nga momentet më të rëndësishëm në zhvillimin profesional timin.